Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na ndihmon të bëjmë fëmijë edhe më të mirë. Le ta dëgjojmë me kujdes shokun tonë dhe ta mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja: çfarë na mëson Ramazani? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi I takon Allahut për çdo mirësi. Paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam. Ramazani na mësoi durimi, disiplinën, bamirësi dhe dashuri. Na mësoi të jemi më të mirë me njerëzit dhe më afër Allahut. Ramazani na mësoi të ruajmë gjuhën, të mos gënjejmë, të mos përgojmë dhe të flasim mirë. Ramazani na mësoi të pastrojmë zemrën, të kujdesim për të varfërit, të afrohemi me Allahun përmes namazit, lutjes, Kuranit dhe istikfarit. Falenderojmë Zërin Gjijat Shabani për këtë këshill të bukur. Mirupafshi në këshillin e radhës. Allahu a pranof agjërimin.